Mesditën e sotme në gjykatën e posaçme ka nisur seanca gjyqësore në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, bashkëshorte së tij Ajola Xoza dhe të pandehurëve të tjerë në këtë çështje. Veliaj nuk ishte i pranishëm fizikisht në sallë, por përmes një deklarate ka kërkuar ndryshim të përfaqësimit ligjor. Ai ka propozuar që mbrojtja e tij të kryhet nga avokati Flaren Dreca, i cili ndodhej në seancë. Në të njëjtën kohë në proces ishte e pranishme dhe avokatja Valentina Todorescu, e cila ka përfaqësuar më herët kryebashkiakun. Nga ana e akuzës në seancë morën pjesë prokurorët e posaçëm Altin Dumani dhe Olz Dado. Seanca vijon me shqyrtimin e kërkesave procedurale dhe administrimin e çështjes. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në arrest prej 10 shkurtit 2025, ndërsa SPAK dërgoi kërkesën për të kaluar dosjen për gjykim 5 muaj më parë. Ndaj Veliajt janë ngritur akuzat për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Edhe bashkëshortja Ajola Xoza akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, ndërsa biznesmenët akuzohen për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash, ndërsa ish deputetja socialiste Klodilta Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës.